Bashkia e Elbasanit, drejtuar nga kryetari Gledian Llatja, ka zhvilluar një tender të dyshimt me objekt furnizim dhe vendosje të pajisjeve për fonin e sallës së Këshillit Bashkiak. Sipas të dhënave zyrtare, procedura e prokurimit është mbyllur me shpalljen e fituesit, kompanisë PC Store, e cila është në pronësi të Elton dhe Vitator Mehmetit. Vlera ofruar nga kjo kompani është 10.818.600 lekë të reja pa TVSH, që përllogaritet në rreth 130 milion lekë të vjetra përfshirë TVSH-n. Nga dokumentacioni disponuar për këtë tender, rezulton se fondi limiti parashikuar ishte 10.878.000 lekë të reja pa TVSH, çka do të thotë sa vlera e ofertës fituese është e barabartë pothuajse me shumën maksimale të parashikuar nga autoriteti kontraktues. Konkretisht, oferta fituese përbën 99.45% të fondit limit, një praktikë që në shumë raste ngre dyshime mbi konkurrencën e vërtetë të procesit të tenderimit. Një tjetër element shqetësues është fakti se në garë kanë marrë pjesë vetëm 3 kompani dhe përfitues kanë dalë pikërisht subjekti që ka paraqitur ofertën më të lartë. Kjo e bën procedurën të duket edhe më e dyshimt, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e organizimit të tenderit dhe mbi faktin nëse ka pasur një konkurrencë të vërtetë apo nëse fituesi ishte i paracaktuar. Përveç aspekteve financiare dhe procedurale, dyshime shtesë lindin edhe në lidhjen me vetë nevojën për këtë investim. Nga një vëzhgim i aktiviteteve të Këshillit Bashkiak të Elbasanit, konstatohet se salla e mbledhjeve ndodhet në gjendje mjaft të mirë dhe është rinovuar së fundmi, çka e bën të pakuptimt një shpenzim të tillë për përmirësimin e fonisë. Në mungesë të një arsyetimi të qartë dhe të detajuar mbi domosdoshmërinë e këtij investimi, dyshimet për abuzim me fondet publike bëhen edhe më të forta. Ky rast shton shqetësimet mbi mënyrën se si menaxhohen fondet publike nga Bashkia e Elbasanit dhe ngren pikpyetje mbi transparencën dhe integritetin e procesit të prokurimit. Në kushtet e një konkurrence të kufizuar dhe me vlerën e ofertës fituese thuajse identik me fondin limit, ky tender mund të konsiderohet si një shembull i keq menaxhimit të burimeve financiare publike, duke lënë hapësirë për dyshime mbi shkelje të mundshme ligjore dhe përfshirje të praktikave klienteliste.